Një mik tjetër emisionit tonë, Zotri Bilali është me të ne, knasita e shtë, Zotri Bilali. Knasita nga ona ime. Se dhe kemi privilegjin që në diskutimit të tilla të kemi edhe një mendim nga Moska. Misho Puma është me ne. Zotri Puma gjithmonë knasita të bashkëbisedoj me juve. Është shumë reciproke. Përshëndetje. Zotri Puma, dhe me që ju kemi një farë formë mysafir këtu në studio me lidhje direkte, do ta filloj bisedën me juve. Cila është e vërteta, ose cila janë informacionet që thuhen në lidhje me këtë çështje në Rusi, pra? Po si gjithmonë e vërteta është diku në mes, domethënë mes deklaratave të palëve ndërluftuese, domethënë ka rreziqe, domethënë të ndryshme kur veprimet luftarake zhvillohen pranë reaktorëve bërthamor apo sarkofagëve, domethënë siç është fjala për Çernobylin. Ka pasur, domethënë, goditje dronësh në atë zonë, kuptohet që po të vazhdojnë veprime intensive ushtarake, mund të cënohet seriozisht vetë sarkofagu që mbulon, domethënë, reaktorin e Çernobylit. Mirë, po për mendimin tim modest, më e rrezikshme se Çernobyli që janë marrë masa me kohë që në kohën e Bashkimit Sovjetik dhe është bërë sarkofagu që ka një, le të themi, një mburoj prej hekuri dhe betonit të jashtëzakonshme që duhet të një shpërthim bërthamor që ta shkatroj. Problemi është tjetër që është, domethënë, reaktori bërthamor i Zaporozhjes, ai që është më i rrezikshëm, ai që është në funksionim, megjithëse edhe për shembull kur konservohet, prapse aty nuk ka sarkofag si në Çernobyl. Dhe aty duhet përqendruar sidomos vëmendja e ekspertëve ndërkombëtar, por dhe palëve ndërluftuese, pa haruar sigurisht dhe Çernobylin. Po, por do doja të di pak më shumë në lidhje me faktin se kush sot e menaxhon Çernobylin. Ne e dim se me fillimin e luftës në Ukrainë ishin trupat ruse ato që e morën nën kontroll Çernobylin. Ekziston ende një lloj i tillë kontrolli apo ka pasur një marrëveshje duke ditur edhe rëndësinë që e ka ky impjant bërthamor? Nuk e di për sa e përket marrëveshje sinqerisht, por di që sigurisht që në fillim trupat ruse biles u futën nga Çernobyli duke habitur edhe Ukrainën, domethënë, sepse ata depërtuan nëpërmjet Çernobylit dhe bën një inkursion të madh, domethënë pa hasur në ndeshje, domethënë kundërshtim nga pala kundërshtare. Pastaj dhe trupat ruse rrezikuan, ata që ishin atje rrezikuan dhe me radiacion, domethënë, duke qëndruar atje. Pastaj më vonë ata u tërhoqën nga Çernobyli, duke pasur edhe rrezikshmëri, domethënë, e qëndrimit atje, por dhe pa mungesën e perspektivës të qëndrurit atje. Prandaj tashti Çernobyli është një zonë, le të themi, që vështirë që mund të themi që ukrainësit e kontrollojnë, sepse nuk kanë nevojë dhe ata të kontrollojnë, po dhe rusët andej kanë ikur. E qartë, Zotri Abdyli, vazhdoj me ju, kush e kontrollon sot, sepse dihet që e pushtuan rusët, pastaj kishte një bashkëpunim me ukrainasit për këtë pikë. Rusët kur hynën, si tha edhe nderuari Musafiri, hynën nëpër Çernobyli, këtë ajo zonë me hapësirë diametër diku 20-30 kilometra, që nga viti 85-86 kur ka ndodhur ajo, është vend i sprast. Dhe kur kanë kaluar tenkat, ato e kanë hallakot dheun dhe është ngritur radiacioni. Domethënë, stadionit Çernobyl mund të jenë vetëm zyrtarët e agjencionit atomik të Kombeve të Bashkuara, të cilët e menaxhojnë Zaporizhnia, e cila është në kontrollin e rusëve. Zaporizhnia, siç e dinë edhe nderuari, është një 5 herë më i madh se Çernobyli. Por sot lajmi kryesor është që nga goditjet me dron është, ta themi kështu, është lënduar ajo mburoja e Çernobylit dhe se një goditje e radhës mund të shkakton edhe rrezatim. Unë mendoj që kjo është një shaj e dëshpërimit të Rusisë, cilët pra janë në një pozitë të rëndë qëtash, edhe pse po janë në pozitë rëndë, sepse po trumpetojnë që po shkojnë për para, këto e tregojnë edhe faktet se si po sillen, për shembull me drona e sulmuan gati ose përcollën edhe aeroplanin e Zelenskit në Irlandë kur shkoi, pastaj kemi drona të cilët po paraqiten në Bruksel, pra Rusia ka hyrë ollen, e në anën tjetër për shkak të vendosjes sanksione është në gjendje të rëndë financiare,
dhe nuk po arrin t'i pagun as shpërblimet e premtuara për ushtarët. Jetëgjatësia një ushtarit të ri rus në front është vetëm 12 ditë. 12 ditë? 12 ditë, edhe vetëm nga ky vit janë 280.000 ushtarë rus të vram ose të menjanuar. Në total janë mbi 1 milion, por apet kjo nuk është numër i madh për Rusin që është 190 milion shef. Duke marrë parasysh gjithçka që po thot kolegu im Arjentin Abdyli, që gjithmonë e kemi për të dhënë më shumë kontekst bisedave tona, unë do të shtoj edhe një çështje të shkurtër. Zona është e sheshtë dhe e përshtatshme për lëvizjen e automjeteve të rënda, gjë që e bëri një rrugë hyrëse për tentativën ruse për të rrethuar Kievin. Zotri Bilali, zotri Abdyli thot se Rusia është në gjendje të rëndë, por në këtë situatë, si lexoni ju, apo fillon edhe një herë një sulm drejt Kievit, Rusia duke përdorur si pjesë apo si rrugë kalim Çernobilin, apo thjesht është një goditje e dëshpëruar për të treguar forcë në momentin që nuk e ka, siç po aludon zotri Abdyli? Zotëri Abdyli ka drejt në atë që shprehet, por faktet janë pak më ndryshe. Shifni, depërtimi nga pjesa e Bjelorusisë ka qenë invazioni i sulmit parë, mund të them qysh me 24 shkurt 2022. Shifni, Rusët realisht në vijat e frontit, mund të them kështu e ka një konsolidim. Për me demantuat që tha Arjaniti është shkëmbimi i kufomave. Po? Rusët dhonë, kanë qenë ja 3 valë, duket parafërsisht, të marrëveshjes që arrit në Stamboll, dhe raporti ka qenë shokus. Disa raste ukrainasit kanë qenë shumë me dorëzimin e trupave. Kjo tregon realitetin. Realisht në proporcion. Shokus i bjen sepse dua të jem shumë eksakt në për polën ukrainase ka qenë shokuse. Humbjet? Humbjet kanë qenë shokuse. Humbjet ukrainase kanë qenë shokuse. Në krahasim me rusët. Po në bazë të raportit, sa trupa kanë ndërzuar 7.000 eshtra ose kufoma. Pola ukrainase ka ndërzuar shumë pak. Dhe nga kjo logjik rrjedh, sepse tema kuptohet është për Çernobilin, i cili realisht paraqet Zaporozhja, mos harrojmë, Ukraina ka 15 reaktor bërthamor për çështje të energjisë civile, elektrike. Dhe kjo tregon që Çernobili, bloku i 4, 26 prill 1986, ka qenë i goditur në orën 23:23. Kjo, a ka qenë do një sabotazh, a ka qenë rasi, kjo është çështje e kohë i Bashkimit Sovjetik. Por Zaporozhja përmendin duket edhe Misho luan një rol të madh. Rafael Grossi, udhëheqësi i Agjencionit të Energjisë Atomike me selinë në Vjenë, një person dhe një figurë i cili nona po 11 fëmijë ka, është pak e interesante. Kjo tregon që aktiviteti është i koncentruar sidomos në Zaporozhje. Zaporozhja ka qenë disa herë goditne, që edhe nga viti 2023. Ka pas aksione të tilla që radioaktiviteti i tillë kishte rrezikuar komplet jo vetëm Ukrainën, por edhe pjesë të Evropës dhe të Rusisë. Dhe kjo tregon që Çernobili, nuk e di, mund të jetë një lloj skenari, ata që dëshirojnë me prish planin e paqes. Mund të ketë një avari të qëllimshme për të bloku apo për të arritur marrëveshje. Por kjo mund të jetë një lloj, hajde ta quaj kështu teorie konspirative, por unë besoj që mund të jetë edhe një variant e realitetit. Po këto realisht zotri Puma në diskutimet të cilat i kemi pasur sfundi saj përket situatës atje të paktën në këndvështrimin tim keni qenë perfekt dhe më kujtohet në një moment kur thoni se apetitet e Rusisë po rriten. Çfarë do të thotë dhe tash në momentin që përmendet Çernobili si një pjesë e mirë për kalimin dhe gjithashtu rënja Pokrovskit kur përfundon edhe pjesa malore e Ukrainës dhe pastaj do ta kenë fush përpara makineria ruse, çfarë ju lën të kuptoni ju realisht? Jo rastisht e bëj këtë pyetje në lidhje me apetitet e Rusisë në Ukrainë, sepse menjëherë pastaj do ta kemi një blog, do të flasim çka nëse fiton Rusia, por realisht në gjendjen aktuale, si e shikoni ju, një taktizim apo thjesht ngritja apetiteve të Rusisë krahas situatës të cilën po e lexon nga tereni tash? Po, nuk do t'jesh shumë profet, mendoj që të kuptosh ecurinë e luftës dhe apetitin e rusëve në këtë luftë, për mendimin tim modest sigurisht.
Nga njëra anë, Rusia nga ana strategjike po flas, është më e fortë se kur ndonjëherë në fushën e betejës gjithashtu. Por edhe në media, në mbështetjet, në interpretimet, në tërmetet që shkaktojnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës në botën mediatike, por edhe në karshi të polemikave me Perëndimin dhe me Ukrainën gjithashtu, të presidentit Trump, të administratës së tij, por të kthehemi tek fusha e betejës. Rusia, për mendimin tim, ka 3 plane me afat të ndryshëm, me afat të shkurtër, me afat të mesëm dhe me afat të gjatë, për mendimin tim. Ashtu si do të jetë, si kuptohet. Gjithmonë, domethënë, hesapet bëhen me ose pa hanxhin, të shohim si do të realizohet. Hesapi i parë, domethënë, plani i parë është mbërritja me ose pa forcë, si deklaron edhe Putin, do me thënë me luftë ose pa luftë, me format të tjera, pra me paqe në kufijt e Donbasit. Do me thënë, në qoftë se Rusia merr Donbasin tërësisht, mund të ketë një marrëveshje me Trumpin, gjë që për mendimin tim është pak e mundshme, jo për mangësi të vullnetit të Rusisë dhe të Shtetit e Bashkuara të Amerikës, por për mungesë të vullnetit të establishmentit që është në pushtet tashmë në Europën Perëndimore dhe të Ukrainës. Kjo për arsye të ndryshme, por kryesorja janë 2, pushteti dhe parat. Domethënë me këto, domethënë luftra që kanë sjell sipas le të themi generalit amerikan Kellogg, sipas të dhënave amerikane, mbi 2 milion të vrarë nga të dyja palët, dhe një pjesë e madhe e këtyre është edhe ukrainasve, por edhe rusët kanë humbje të jashtëzakonshme, por kur nuk kanë, domethënë, ato shifra që e tha paraforci që e respektoj, por nuk disponojmë asnjë lloj shifre të tillë. Nga ana tjetër, është një ulëmtim i pavarur i 2 organizatave të gazetarisë sulmtuese, që është një Bellingcat, në bashkëpunim edhe me BBC-n, edhe me hulumtimin e të gjitha burimeve të open source, është e publikuar. Bellingcat është një organizat që shumë shpesh ka treguar të pavërtetën siç ka qenë në Siri, kur kanë qenë sulmet gjoja kimike nga ana, domethënë, e Asadit edhe atje. Po mirë të tash, dikuj na duhet një besu. Organizat flet të vërtetën. Por, zotri Misho, cilit... Gjithsesi do të kthehesha tek plani afat mesëm, domethënë. Sepse afat shkurtër e po, afat mesëm? Po. Afat mesëm, domethënë Putini deklaroi që me që po goditen ato tankerat e naftës tanë, anijet, domethënë që e flotës, që ai nuk e deklaroi që janë tonat, por sigurisht janë flota e fshehtë që transporton naftën dhe mund të transportojë naftën e Rusisë, aty ka dhe anije greke, anije me flamur afrikane etj. Gjithsesi, ai tha që atëherë neve do t'i presim Ukrainës daljen në det. Të presim Ukrainës daljen në det, aty ka vetëm 2 zona, është Nikolajevski dhe Odesa. Pra, marrja e Odesës, për mendimin tim, është plani afat mesëm i Rusisë. Dhe plani afat gjatë është asgjësimi i Ukrainës si shtet. Po. Ore, në këtë pikë pajtohesh. Por, në këndvështrimin e situatës momentale, si duket jo me zotrimishën, keni jo këndvështrime të ndryshme në base informacionet të ndryshme. Përderisa zotri Puma tregon, edhe zotri Bilali tregon për raportin në mes të vrarëve së fundi apo rishtazi, zotri Puma, sepse ne me që flasim ja pas javës bashku, po mundon të ndërtoj një pasqyrje të kronologjisë bisedave tona, zotri Puma, por më bëri shumë deklarimi ti i fundit, tha, apetitet e Rusisë, tha, po hapen. Po. Tani më e pranon, tha, se plani i tretë i Rusisë është asgjësimi. Ata pe fillimit kanë deklaru, sikur se Serbia që ka thonë Kosova është stara Serbia, edhe ata kanë deklaru Kijevi është kryeqyteti apo është Rusia e vjetër. Në Kijev është formuar kisha ortodokse serbe, ruse, sikur se kisha ortodokse serbe që ka Selina Prizren. Edhe do me thonë njëjtat aspirata nacionaliste, shoveniste, ortodokse janë edhe këtu imperialiste dhe për këtë është një konsensus i tërë. Unë e lexova një, do me thonë, kur i përmeni këtu cifra, nuk përmeni të ndryshme, do me thonë, Guardian, BBC, kemi të bëjmë me mediume që janë
Tashti janë pavarëra, edhe të gjitha, për shembull, vodka është trajtu 5% në Rusi, që Rusët din pinë vodkë. Tashti më në Jakuta nuk janë duke u dhënë shpërblimet për ushtarët e vromë, të cilët janë 11.000 euro për plagosje, 25 sigurimet për vdekje, e ato, për momentin janë në vise periferike të Rusisë, të cilat edhe nëse bënë do një zhurmë, nuk ka shumë problem, por edhe Ukrajina është duke i sulmuar rafinerit, është duke i sulmuar fabrikat, dhe fakti që Rusia është detyruar, apo Putin është detyruar të shkojë tek në Indi, ta lutë dhe të bëjë deal me modin që tash indianët të vinë të punojnë në për fabrikat ruse për të ndërtuar drona, tregon që situata nuk është edhe më e mirë në botë. Of course që momentalisht në front rusët janë duke avancuar, e kemi thënë edhe në emisionet të kaluara, për shkak të motit keq janë duke shfrytzuar pamundësinë që ukrainasit të përdorin dronat dhe po deportojnë. Por nuk është edhe që, për shembull, Pokrovskun edhe para një 2-3 javë, ku më thonë, sepse ashtu raportua që rusët e kanë marrë, edhe sot raportohet që një pjesë e Pokrovsk mbetet edhe më tutje në dorën e ukrainasve dhe është shumë fluide. Po, janë duke avancuar. Pra, nëse vazhdon kështu, nëse nuk I jepet Tomahawka Ukrajinës, nëse nuk I jepet e drejta për të sulmuar mrena, of course që Rusia do të afiton këtë grinding war, por me një çmim shumë të lartë. E qartë, dhe zotri Bilali, kam dëgjuar një analizë nëse nuk gaboj, ka qenë BBC një ditë prej ditëve, thoshte se loja mund të ndryshoj atëherë kur mund të goditet edhe popullsia ruse. Sepse tani më tentimi është që të krijohet një presion I brendshëm për Putinin, me që në aspektin diplomatik të gjitha presionet pothuajse I ka menaxhuar në formën e tij. Dhe ne e dim se ditët e fundit kishim goditjen e disa qyteteve jugore të Rusisë nga Ukraina me pasoja edhe në viktima civile. Apo tenton kështu Ukraina përmes dëmeve në civil, sepse përderisa dikur fronti ishte në Ukrainë, tani më mund të vdesësh në shtëpinë tënde në Moskë, apo tenton kështu Ukraina që ta krijojë një presion social dhe protesta brenda Rusisë që ta Putinin ta mposhtë në territorin e vet, sepse siç po duket brenda Ukrainës është problem. Po është një plan I mahershëm. Më të thamë, duket Albright ka përmendur që Rusia duhet në të armët të ndohet në 6 regjionet. Mirë, ardhja përmeni se nuk po du me qenë shumë kështu polemizus në atë aspekt, por nuk është rendi Tomahawkës, është rendi Amerikan që ka ndryshu komplet strategjin, edhe tash projektin e tyre për strategjin e jashtme amerikane është shokuse, por du t'jem konkret në atë që ka pytet Jokran. Mendoj që Ukrajinasit kanë arritur që në Bernjak dhe pjesën Belogorodin të goditin, sidomos të pjesë ku janë afër kufirit. Mirë po edhe në thellësi, edhe ndikon edhe afër regionit të Moskës ka pas goditja edhe në që një goditën bazën e FSB-s. Po FSB, po edhe në Krime. Bili Krimea mendoj që do jetë sidomos anglezët e parashohin që të goditë tashpër. Por kjo, a do ndodhë një ndryshimi brendshëm që e pretësin me dëshirë perëndimorët brenda Rusisë, për momentin është e pamundshme. Por e ardhmja nuk përjashtohet, me qenë se mendoj që Putini është në zenitin e tij, për shkak se formula dhe kufit e noja rasies që përfshin Orje përmeni çështjen tjetër, ata që njohin problematikën e Ukrainës e din fare mirë që krishterizmi ortodoks ka linë në pjesët të Hersonit, quhet një qytet atje Kemersona, e cila është bazat e parë të Volodimirit që ka sjell martesën me motrën e mbretit bizantin dhe hapat e parë të ortodoksisë mund të them gjenden këtu. Por sido që bile është një karrik atje që është zgjeruar shumë, po kthehemi në temë zëri. Po është kjo temë veçantë, ata që kanë qejf këtë histori po le të merrem me aktualitetin. Aktualiteti tregon shef linja frontit e cila përmendet shumë Kupianski, pjesa Limanski dhe deri te Pokrovski, Kupianski në regionin e po çfarë do të ndodhë me këtë linjë frontit? Do ndodhë ajo që mendoj që do kemi një ndarje një Kore të dytë.
realisht, s'paku kjo. Por legitimitetin atë do ketë kjo ndarje me Donbasin dhe Krimen, të Amerikanët është e pranueshme. Zotri Puma, po e përmbyllim bisedën me juve, a do vazhdoj lufta edhe për kohë të gjatë? A ka mundësi të agravimit të saj edhe në kuptimin të bëhet një luftë jo mes dy shteteve, por tani më edhe të hapet në vendet të tjera? Si shikoni atje dhe çfarë flitet realisht në Rusi? Një selam e kishim nga Putini kur tha nuk do të keme këtë bisedoj në qoftë se na sulmoni. Putini tha vërtet këtë gjë, por tha dhe këtë gjë përpara që unë për të 100 herë po e përsëris që ne nuk kemi ndërmend as interes të sulmojmë Europën, kështu deklaroi. Pastaj nga kjo tha, në qoftë se Europa do na godas, atëherë ne jemi gati, qysh tani tha. Po, me atëherë, pse është ai gati, pra, pse është vëra ai gati në qoftë se nuk e ka dëshirë? Ai thotë se Ukraina ditën e fundit kena një të sulmu. Okron, është gjithë ajo fuqi bërthamore, po të ngasmosh një fuqi bërthamore, shkon afro te ariu, ti futi gjithë për në një pjesë të butë të trupit dhe pastaj shikosi do reagoj. Zotri Pumo, e lëm kështu, juve ju besojnë për Putinit jo. Unë them që luftë nuk do të ketë, kaq. Le të shpresojmë për të më të mirën, pra për paqen. Faleminderit shumë që ishe me ne, Zotri Puma. Gjithmonë kënaqësi. Miropafshim. Ari, shumë faleminderit për informacionet dhe mendimin ndryshe që e sjell. Faleminderit. Zotri Bilali, do të takojmë edhe në blokun pasurës së bashku. Është koha të shkëputemi pak publicitet dhe rikthehemi flasim për një temë krejt tjetër.